Do ndalemi tani më gjerësisht për temën e paracaktuar për këtë pjesë të tretë të programit Studio Live, padyshim do ndalë tek projektligji i shumë debatuar për barazinë gjinore. Në fakt, kjo që bëri bashkë të gjithë qytetarët shqiptarë dhe të gjithë profesioneve dhe kategorive duke debatuar sa i takon pikërisht kësaj nisme, por edhe duke patur debate të forta ndërmjet komuniteteve përkatëse. Flasim këtu sa i takon barazisë gjinore, ku Partia Socialiste e ka fshirë gjinin gjithëpërfshirë, po themi kështu, nga projektligji, ndërsa në Shqipëri aktualisht nga tani në vit më njihet vetëm burr dhe grua duke shmangur gjithë ato terma të cilët ishin përfshirë në projektligj dhe që pati padyshim shumë diskutime dhe debate. Kam kënaqësinë që të kem në një lidhje direkte aktivisten Ines Leska, e cilën e përshëndes në këtë çast. Ines, përshëndetje, kënaqësi t'ju kem. Faleminderit, kënaqësi për ftesën. Sa i takon pikërisht projektligjit, padyshim i shumë përfolur, shumë diskutuar, ne kemi pasur mundësi të diskutojmë së bashku në raport me këtë çështje, por hapim pas të Partisë Socialiste si e shihni duke fshirë këto terma konkret që sapo përmenda? Unë do bëja një korrigjim të vogël edhe për faktin që e gjithë fushata ka qenë pak a shumë një fushat disinformimi, ndoshta edhe pa dashje. Termi gjithëpërfshirje nuk do të thotë që me që PS-ja apo grupi parlamentari PS u tërhoq nga fjala gjithëpërfshirje, vendosi gjithashtu që të ishte në një gjini të 3, të 4 apo shumë gjini bashkë. Termi gjithëpërfshirje aty është vendosur si një term i thjesht që mbron të drejtat e njeriut dhe që nuk ka synuar në asnjë moment vendosjen e gjinive të reja apo shtesat e gjinive të tjera. Ne kemi bërë dhe një deklarat, një oftim për shtyp si organizata që mbrojmë të drejtat e njeriut dhe kemi thënë dhe përsëritur e ripërsëritur disa herë që ky projekt ligj ose ky ligj nuk prezanton gjini të reja, nuk e zvendçon biologjin. Pra asnjëherë ligji nuk është marrë me gjini të reja dhe të zvendçoj biologjin apo terminologjin biologjike. Ky nuk është një ligj që ka në objekt apo kishte për qëllim vendosje apo ndryshime të gjinisë. Ne kemi thënë disa herë, po me sa duket fuqia e disinformimit dhe grupet të caktuara kanë qenë më fuqishme se sa logjika që përmban ligji lidhur me të drejtat. Ky ligji nuk ndërhynte në konceptin e familjes shqiptare, në termat nën baba, në termat në prind, prindi 1, prindi 2, këto janë të gjitha nuk gjenden aty tek nenet e ligjit. Nuk cënon sportin, nuk e cënon identitetin kombëtar, familjen. Ne që jemi mbrojtës të drejtave të njeriut edhe të gjithë grupimet që mbrojnë ligjin që janë për drejtat e njeriut, kanë familje, vinë nga familje dhe duan familjen. Po i referohem konkretisht, për shembull, identitet gjinor, shprehje gjinore apo diversitet gjinor. Ja të shpjegojmë se ju bët një parantezë në fillim dhe ndoshta pa dashje mund të ketë patur vërtet një fushat të tillë, nuk besoj të jetë kështu, por ja ta sqarojmë për publikun. Çfarë nënkuptojnë? Dakor, unë do filloj me faktin edhe me shpjegimin që kemi bërë ne si organizata të grave, që mbrojnë të drejtat e grave, pra, për them më thjesht unë, për këto termat, përpjekjet për shembull për të hequr termat stereotip gjinor, apo përpjekjet për të hequr termin përkatësi e shumëfisht. Këto nuk janë terma të reja, koncepte të reja, apo në thonjza siç thon disa grupime, koncepte ideologjike. Këto janë shtylla themelore që i takojnë të drejtave, pra nëse eliminojmë fjalën e stereotip në ligjin për barazinë gjinore, do të thotë se nuk shohim më rrënjët e pabarazisë. Pabarazia nuk fillon në ligj, ne jemi dakord, ligji nuk vendos diçka, fillon në mendësi, por fillon edhe në mënyrën si ne rrisim vajzat, djemt, si sillemi me burrat, si trajtojmë gratë, si i perifrazojmë apo i trajtojmë në këtë pjesë jemi shumë dakord. Në politikë, po ky ka qenë qëllimi ynë, pra. Ndërsa sa i takon pyetjes tuaj për diversitet dhe për identitet gjinor, tani ne duhet ta pranojmë që jemi një shoqëri e cila ka në mesin e saj edhe njerëz të tjerë, të cilët ne nuk duhet të bëjmë sikur nuk i shohim dhe nuk i dallojmë. Por gjithsesi ligji ka pasur si synim që këtë termin që e përmendim disa herë gjithëpërfshirje, të mos bëj asnjë qytetar apo qytetare të ndihet i përjashtuar nga ky vend. Pra,
Nëse aty ka terma diversitet, pra njerëz ndryshe, e thënë me fjalë më të thjeshta, dhe identitet gjinor ndryshe, kjo nuk do të thotë që ligji merret me ndryshim gjinish apo me ndryshim identitetet gjinore. Kjo do të thotë që nëse një grua, po e marr si shembull, e cila vjen nga një komunitet i diskriminuar, nga një komunitet i caktuar por pakicë, dhe e cila, që flasim përsëri pra për diskriminimin e shumëfisht, e cila është e papunë, por njëkohësisht mund të deklarojë që është lesbike. Çfarë do të thotë? Që shoqëria këtë ta linçoj, ta diskriminoj dhe ta përjashtoj, apo ta lejoj të përfshihet në jetën normale sociale si gjithë tjetër. Këtu që ndon pyetja, ku ka qenë e distancuar, ku ka qenë e diskriminuar? Domethënë, ku e shihni këtë gjë? Që duhet diskriminimi ka qenë i pranishëm edhe për faktin që unë e përmenda këtë çështjen e diskriminimit të shumëfisht për shumë arsye, pra e para se mund të vijë nga një grup i marginalizuar. Këtu bëhet fjalë edhe për komunitetet tjera, komunitetin rom, komunitetin egjiptian, për gra që janë në zona rurale dhe nuk kanë akses në shërbime, pra nuk kemi pse ne ta targetojmë apo ta synojmë të gjithë këtë fushat, gjithë të zhurmë mediatike, vetëm të një grupimi caktuar, ndërkohë që projekt ligji nuk është e drejtë për gjithë grupimet e tjera, gratë e dhunuara, gratë që nuk kanë akses, përmenda gratë rome egjiptiane, përmenda pse jo edhe burra që mund të ndihen të diskriminuar, për shkak të arsyeve të ndryshme. Cili është një shembull i një burri të diskriminuar? Një baba i ri i cili vendos në vendin e tij të punës të kërkojë leje lindje sipas ligjit në fuqi. Fillon edhe mund të diskriminohet shumë kollaj edhe nga kompanitë dhe bizneset, sepse kjo pra, nëse flasim në ndjes, nëse flasim në kontekstin moral, jam shumë dakord. Ne po flasim në ligj. Nuk është kontekst moral, në terminologji, unë po flas sipas terminologjive, jo vetëm në kontekst moral. Po jap shembuj. Po, përfaqësuesit e përkatësive të ndryshme, unë nuk mendoj për shembull që nëse uroj shumë që mos jenë pre dhe dhunës apo faktorëve tjerë, nuk mendoj që neglizhohen, anashkalohen. Nëse shkojnë në polici do të merren në konsiderat, nëse shkojnë në institucion unë di që merren në konsiderat. Jam gabim këtu, nuk kuptoj pse duhet. Po. Dakor, pra ligji thjesht këtë përforcon, më kupton, ligji është në harmoni të plot me konceptin e diskriminimit të shumëfisht, i cili është gjithashtu në ligjin për mbrojtje nga diskriminimi. Dhe këtu nuk ka ndonjë gjë të keqe që ligjet janë të unifikuar, por nuk ka si synim asnjëherë, dhe ne këtë e themi me bindjen tonë më të plot, të ndryshoj gjini, të përfshi gjini të reja. Pra nuk e cënon familjen, thoni jo. Jo, absolutisht. Ky është ligj që e forcon familjen, forcon pozditat e të gjithë pjesëtarëve të familjes. Familja mirëpret të gjithë ata që ka në kuptimin jo sepse i thot ligji, po fillon ndryshon pak mendësia se ligji ndihmon edhe për këtë, patjetër jo se i thot ligji, por një familje që i ka të gjithë anëtarët e vet të fuqizuar, patjetër që i ka rrënjët më të forta. Ky është çfarë kemi dashur ne si koncept të themi gjithë këtë periudhë, pavarësisht se mori diskutimin një trajt dhe drejtim pak më ndryshe edhe për hir të atyre klikimeve dhe interesit të publik për të orientuar debatin edhe. Mirë se kjo është çështje tjetër, edhe unë mendoj që ju kuptoj drejt, mendoj se nuk e kam me ju se ju jeni një nga emisionet e rralla dhe të pakta që merreni me seriozitet, e kam vërtet dhe ju falenderoj dhe që lini hapësirën e dur për të shpjeguar edhe ne këndvështrimin tonë si mbrojtës të drejtave të njerëzit, por në përgjithësi flas debati publik, opinioni publik u përqendrua vetëm tek ky tipar që ka të bëjë me shtime gjinisë, ndryshime gjinisë, shtime katërputrorësh e të tilla çuditëra që nuk janë të vërteta. Ky ligj nuk i përmban në asnjë mënyrë. Jam i sigurt që çka flitet në rrjet jo të gjitha do t'i marri me konsiderat, do të marrë dhe me rezerva, se për shembull, mos ma keq kuptoni, por në rastin konkret flitet, për shembull, dy janë pikat kryesore. Një që cënohet familja, pra çka ngritur si kryesore të gjithë, po themi, kategoritë e formave të ndryshme, qytetarët e thjesht, dhe së dyti kjo nismë, kjo ngritje zëri, pikërisht ky pompim, trumbetim, bëhet për shkak të fondeve, të ardhurave të parave. Tani kjo ekziston? A është për shkak të përfitimit të parave që bëhet nga Europa?
Tani, e para, Europa për gjithë të fushat, ju asiguroj unë që Europa, ose po flasë këtu më konkretisht për Bashkimin Evropian, të paktën ne organizatave që kemi më shumë se 20 vite që po punojmë për arritjen e barazisë dinore në vend, nuk ka dhënë asnjë para. Unë po flas këtu po përfaqësoj organizatën time, edhe organizatën që njoftoi njoftimin për shtyp, domethënë. Europa patjetër që mbështet projekte shumë të rëndësishme në këtë fushë, por jo këto nisma konkrete. Ne këtë po e bëjmë për hir të punës sonë dhe të organizatave të grave që, siç e thash, ndoshta ne nuk kishin filluar punë akoma ende atëre, kur ato kishin filluar punë dhe lobim dhe advokim për të patur vendi një ligj për barazinë gjinore. Dhe ligji për barazinë gjinore ka ekzistuar që në vitin 2008, ishte i paplot. Ju e dini që për shkak të reformave në Shqipëri, po edhe për hyrjen në BE, kërkohet edhe unifikim me aki komuniter të BE-s. Dhe kjo është një nga arsyet pse ligji pësoi këto amendime ndryshime. Po ndërkohë që nga 2008 ka përparuar, ka evoluar shoqëria, patjetër që ka nevojë për rishikim. Pse mos të qëndrojmë neve tek disa nene dhe arritje shumë të rëndësishme që ligji kërkon, siç është për shembull ai diskriminimit në vendin e punës, për gratë edhe për burrat, jo vetëm për gratë, apo ai i buxhetimit të përgjithshëm gjinor, çfarë do të thotë? Që çdo nismë edhe në nivel lokal, pra çdo plan në nivel lokal, në nivel bashkie, komunash e tjerë, do shoqërohet me një buxhet të përkatës. Kjo është pak a shumë, këtë dua që të them që nuk duhet të marri këtë, po themi, drejtim të gabuar që mori gjithë diskursi publik dhe disinformimi dhe me që më pyetët për çështjet e janë të paguare të tjerë, ne paguhemi, kemi një punë, patjetër, marrim rrogën si të gjithë sepse punojnë në organizata. Kjo fushata nuk është e paguar, ju asigurojmë ne se kjo doli nga hiçi dhe kjo bëhet për hir të, e thash, aktivizmit ton dhe punës shumë vjeçare. Ndërsa doja të theksoja faktin që duhet ta dini që gjithë kjo fushata disinformuese mund të ketë nga mbrapa një plan të paguar edhe një qëllim përkatës që mund të jenë qëllime politike e tjerë, ne nuk i hymë këtyre, nuk e bëjmë sulmi në këtë mënyrë. Qartë, mendoj që e zaurom disi këtë pjesë, nuk kemë mundësi që të komunikojmë me avokatën në studio. Falenderoj shumë për kohën, nëse keni mesazh mund ta përcjellni këtë për shoqërinë më së tepërmi, se ndonjëherë unë e kuptoj më së miri që ka reagime të ndryshme nga forma të ndryshme të qytetarëve, por mbi të gjitha është individi dhe është njeriu. Nëse i takon mbrojtjes, ju e thatë, edhe kategoritë e tjera, të punësorit, gratë, nënat, zonjat, secila prej tyre meriton që të marrë një vëmendje të jashtëzakonshme vetëm rasti i tillë. Një mesazh i fundit, ky ligj nuk është për ndarje, është për bashkim, është për familje, është për barazinë dhe për dinjitetin njerëzor. Qartë. Zonja Leska, faleminderit shumë. Kënaqësi do kisha. Faleminderit, kënaqësi.